Përshëndetje të dashur shikues, ja tek ritakojemi sërish me emisionin Ftesë në studio. Duke qenë se ju e dini tashmë e keni ndjekur edhe emisionet, ka pasur aktivitete të shumta, sidomos aktivitete teatrale, shfaqje teatrale, dhe pikërisht për një shfaqje do të flasim sot, por sot pak më ndryshe, bëhet fjalë për një shfaqje për fëmijë, një shfaqje që në fakt ka edhe mesazh edukues, bëhet fjalë për shfaqjen Qeshu edhe ti, që së fundmi është shfaqur në Teatrin e Gostivarit, në regjinë e aktores së njohur dhe regjisores në këtë rast, Vjolca Baftiu Zylbeari, e cila është një figurë shumë e njohur dhe mjaft e dashur edhe për Teatrin e Gostivarit dhe jo vetëm. Në këtë shfaqje ka pasur 38 fëmijë, të cilët domethënë kanë mbushur krejt teatrin dhe siç thash ka qenë një shfaqje me mesazhe edukuese por edhe argëtuese. Unë këtu në studio e kam Vjolcën, por gjithashtu kam edhe disa prej fëmijëve, të cilët i kam këtu për të treguar pak edhe për emocionet, për përgatitjet e shfaqjes, duke qenë se 38 është një numër shumë i madh dhe këtu në studio s'kishim si të sjellim, do të sjellim sot 7 prej tyre. Në fakt në pjesën e parë do të kemi 3 fëmijë, më pas do të kemi 4 prej tyre, e këtu në studio unë kam Vesën, Simrën dhe Linën. Përshëndetje Vjolca, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, faleminderit që çdo herë na përcjellni në çdo shfaqje tonën dhe na sjellni këtu që të prezantohemi edhe para opinionit ton gjithandej ku janë. Faleminderit. Patjetër, sidomos kur bëhet fjalë edhe për fëmijët, të cilët le të themi janë yje në rritje, duhet patjetër që t'i ndjekim këto shfaqje dhe këto gjëra të bukura që në fakt na sjellin fëmijët. Më tregoni pak edhe ju vajza si ndjeni? Shumë. Mirë se erdhët edhe ju. Do flasim pak edhe për shfaqjen. Vjolca, më trego pak si lindi ideja për ta sjellur këtë shfaqje Qeshu edhe ti? Zakonisht në çdo periudhë, tash periudhën e qershorit, ne përgatisim programe të ndryshme, kërkesa direkt tek Ministria e Kulturës për çdo lloj aktiviteti. Kështu që unë çdo vit bëj mbi 3 kërkesa për shfaqje teatrale, qoftë edhe për të rritur, qoftë edhe për fëmijë, dhe kështu që kësaj radhe na financuan vetëm për këtë shfaqje. Teksti apo tema ishte Qeshu edhe ti. Çdo herë mendoja diçka të jetë komike dhe për t'i relaksuar fëmijët, por duke e kuptuar jetën e përditshme dhe problematikën kryesore kyçe tek të gjithë fëmijët, pjesën e teknologjisë së erët, se ku kjo teknologji i çon këta fëmijë dhe se sa janë të mbarur këta fëmijë nga kjo teknologji, sa janë të mbyllur brenda në shpirtin e tyre, vendosa që ta kthej diçka krejt tjetër të bëj. Që faktikisht i ndava në disa pjesë, ndava në teknologjinë e erët dhe në zërin së vërtetës, ku zërin e të vërtetës e ndihmon zona dhe ndihmëset e saj, ku do t'i shihni edhe pak më vonë edhe protagonistët kryesor. Dhe duke pas si një breng të madhe nga të gjithë prindërit, se shumë kohën e tyre të lirë, po edhe kohën kur duhet ata diçka të lexojnë ose të mësojnë diçka ose të bëjnë ndonjë aktivitet tjetër ose të qeshen nga mbretësia e tyre, sikur ne që kemi qeshën si fëmijë, sikur ne që kemi luajtur si fëmijë, sikur ne që jemi kënaqur fëmijërisë son, vendosa pikërisht ta rikthej në këtë formë, që me vërtet të mundemi sa më shumë të japim mesazhe dhe porosi jo vetëm fëmijëve tanë, po edhe prindërve. Që mos t'i lejnë fëmijët të rinë sa më shumë në rrjetet sociale, por t'i kthehen me të vërtet fëmijërisë së duhur, asaj të vërtetës. Shumë e vërtet, në fakt kjo është një problem që ndodh kohëve të fundit, edhe pse është pak e pamundur për ta shmangur, edhe ne të rriturit në fakt qëndrojmë shumë në telefon, por që duhet që patjetër të merren masa dhe po edhe ne jemi shembulli atyre fëmijëve, prandaj edhe ne duhet t'i hikim asaj kohe që sa më shumë të rrim me fëmijët të tanë, kemi pasur lloje të mesazheve të ndryshme nga të gjitha pjesët i kam përfshi, kështu që ishte shumë vështirë njëherë për të përzgjedhur temën, për të ulur, për ta punuar, dhe ajo që ishte më e vështira si t'i ndaj rolet, se këtu në fakt në këtë grup 38 amanete fakt i kam unë, të gjithë falenderoj pikërisht prindërit për besimin që kanë dhe që më sjellin këta fëmijë tek unë.
Dhe me të vërtet ishte vështirë se si do i ndaja rolet. Dhe faktikisht duke menduar krejt komplet lojën se si duhet të rjet nga fillimi dhe deri tek fundi, i arritëm qëllimit edhe bashkarisht i falenderoj dhe të gjithë ekipin realizues për gjithë mundin që e kanë dhënë që të jemi sa më të suksesshëm, ashtu siç dolëm edhe më në fund. Edhe siç u prit edhe nga një publik në fakt mjaft i madh. Mjaft i madh. Po, unë do të pyes edhe pak më vonë do të pyes pak edhe si është të punosh, sepse nuk është e lehtë të punosh me 38 fëmijë, por do të pyes vajza duke qenë se i kam për minuta të shkurtra këtu, më tregoni pak Vesa, më trego pak cili ka qenë roli yt edhe si e ndjer në këtë shfaqje, si ke kaluar? Unë roli im njëherë doja të filloj, faleminderit për ftesën, jam shumë krenare dhe e di se disa tjerë jam shumë krenarë për mua. Patjetër që po. Roli im ishte për një fëmijë i cili është shumë i ngarkuar nga prindërit. Dhe prindërit e ngarkojnë atë të jetë siç duhet. Dhe atë e çojnë në përkurs se shumë e ngarkojnë të mësojnë, por fëmia kërkon lumturinë e tij jo në mësime. Dhe një ditë ai shpjegon sa i lodhur është dhe kur flet për lumturinë e tij, sikur lodhja asnjëherë s'ka pasur. Por lodhja e fëmijës ishte të mësoj dhe lumturia ishte të kënaqet me fëmijë të tjerë dhe të luaj, të qesh dhe të marrë frymëlirshëm dhe këtu tek roli im ka thënë se ti çdo tjetë do ta gjej lirin si zoku që fluturon në qiell. Mirë po lumturinë të gjithë kanë një lumturi dhe fëmia nuk e ka gjetur në mësime, por e ka gjetur duke luajtur. E ndjeve rolin? Unë ndjeve që edhe ti donë ta kesh atë lirin tënde? Po, unë e ndjeva... Megjithatë duhet jetë edhe në mësime, apo? Unë e ndjeva lodhjen e fëmijës. Shumë bukur e ke përshkruajtur, ja një yll në rritje. Simra më trego pak cili ka qenë roli yt? Tani, roli im kishte të bëj për një fëmijë cili nuk dilte fare jashtë, ishte i mbyllur në shtëpi, kishte stres, ato gjitha vështirësitë që i kalojnë gjithë fëmijët të cilët janë të lidhur për teknologjisë. Tek roli im kryesisht flitet për një fëmijë i cili pasi doli jashtë sikur u lindi përsëri. Tregon se si një fëmijë i vogël i ka dhënë një dhuratë, një gjeth, pra dhe ai e ruante. Se si ndjeu erën për herë të parë, realizoi se njerëzit e donin, e shihnin, e dinin se ai është aty dhe gjendet aty, por ai nuk e ndjeu asnjëherë. Dhe në rolin të cilin unë e luajta në shfaqje, tregohet se si ai rilindi dhe sikur u ngjall dhe erdhi në jetën reale. Pasi e la teknologjinë, apo? Pasi doli jashtë dhe luajti. E ndjeve këtë rol sepse besoj që sigurisht siç gjithë të rriturit edhe ju si fëmijë të rrini mjaft në telefon dhe besoj e ke ndjer këtë rol. Lina, për ty? Roli im ishte për një vajzë e cila e ka pasur lulen e mamas aty në skenë dhe tregonte se si ajo rinte me teknologjinë non-stop në telefon dhe nëna ishte sëmur. Dhe në fund e kuptoi se nuk duhet të qëndroj aq shumë në telefon, por duhet të shikoj, të ndihmoj, të kujdeset për njerëzit. Dhe në fund gjeti lumturinë duke u kujdesur për lulen dhe për mamin e saj të sëmur. Pra përfundimi është sigurisht i lumtur. E i morët këto mesazhe që u dhanë edhe ju? Tash do keni mbase pak më shumë kujdes për atë se si e përdorni teknologjinë, apo... Po, mendoj. Mendoni që po, apo? Shumë mirë. Duke qenë se tani do duhet të kemi një shkëputje publicitare, unë i falenderoj shumë vajza, tani do duhet që t'i sjellim pjesën tjetër të grupit për të folur edhe më shumë për shfaqjen, unë ju uroj shumë suksese dhe siç e thash edhe më herët, jeni yje në rritje dhe jeni shpresa edhe e këtij vendi, kështu që ne presim sa më shumë shfaqje edhe nga ju, sa më shumë sigurisht të jeni edhe në mësime sa më të mira. Faleminderit shumë që ishit. Tani ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi për të vazhduar. Jemi rikthyer sërish dhe tani kam fëmijë të tjerë, aktorë të tjerë të vegjël, të cilët na janë bashkangjitur këtu në studio dhe këtu është Aidi, më duket është më i vogli apo? Është Endriti, Hana dhe Amari. Mirë se erdhe dhe ju. Vjollca prej në 6 vjetë, domethënë prej më i vogli ka qenë 6 vjetë dhe më i madhi 15 vjeç, apo prej fëmijëve? Për herë të parë Aidi më ka sjellë ka qenë 5 vjetë e gjysmë, së bashku me 2 shoqe të tjera. Dhe kështu që Aidin për momentin e kam nxënësin më të vogël, për Endritin më të madhin dhe nuk është lehtë të punosh me një mosha të ndryshme.
me mendje të ndryshme, me karaktere të ndryshme, por çdo herë mundohem që në forma të ndryshme t'ua sqaroj të gjitha ushtrimet, të gjithë atë që dua ta përcjelli deri tek këta që ta kuptojnë prej nga i më i madhi deri tek më i vogli. Që ti kuptojnë tamam ashtu si duhet, mandej ti përpunojnë ashtu si duhet, sidomos edhe ushtrimet, po edhe rolet dhe ti shprehin në formën më të përsosur të mundshme që e kanë sipas moshës së tyre. Po, sepse në fakt i prek të gjitha moshat, është një shfaqje apo një temë e cila i prek të gjitha moshat. Ai do më tregosh pak, ju keni pasur rolet kryesore, apo rolet më kryesore kanë qenë pikërisht këto. Do më tregosh pak për rolin tënd? Po. Çfarë ke luajtur, më trego, si u ndjeve, si tu duk të dalësh në shfaqje me gjithatë publik? Mirë. Çfarë roli ke luajtur? Rolin... Çfarë ke luajtur për shembull? Cili ke qenë ti? Çfarë ke bërë ti në shfaqje? Nuk e na të treguar nënave që mos na lënë me telefona shumë. Aha, edhe e more mesazhin që nuk duhet rresh, rrin ti shumë në telefon? Jo. Jo? Për ndryshe, Aidi ka marrë pjesë edhe në skenën e parë, ku janë të gjithë më të vegjelit, por si shpërblim, se ka qenë më i ndëgjueshmi i grupit, edhe sidomos i moshës së tij, e kam shpërblyer edhe me një monolog. Me një monolog të shkurtër, por pasi ndoshta pak më vonë do të kthehemi ta thotë se është... Ta thot monologun? Bashmir. Është i shkurtër, po... Po, s'ka gjë, vetëm ta thot. Dhe më thonë, me që e shef sa mirë është kur je i ndëgjueshëm? Edhe shpërblimit, të japin edhe më shumë role, e shef mirë shpërblime kur je i ndëgjueshëm. Endrit, më trego pak për rolin tënd? Roli im ka qenë që fëmijët të shpëtojnë nga kjo teknologjia e errët dhe shpresoj që disa prindër ta kenë marrë mesazhin, sepse fëmijët duhet të shfrytëzojnë kohën e tyre të lirë, të jenë të lirë në tërë kohën, jo me telefonat e qëndrojnë shumë. Si e ndjerë si më i madhi atë, është dukur sikur ke një lloj përgjegjësie për t'i luajtur këto më të shumë, vegjëlit? si një lloj përgjegjësie. Kam qenë shumë rehat në skenë dhe pjesa e pjesëve të mia më ka pëlqyer shumë. Okej. Hana, më trego pak për rolin tënd, si u ndjet? Unë e kisha rolin e Zanës, ku së bashku me zërin së vërtetës, mundoheshim që ta shmangnim teknologjinë, po për fat keq, teknologjia tashmë është bërë pjesë e jetës tonë dhe është pak si e pamundur që ta shmangim, por disi të paktën të krijojnë diçka, të krijojnë një lidhje reale në botën e vërtetë. Dhe gjithë kjo u realizua po ashtu edhe mendimin e Tetës Vjollca, që faleminderoj shumë. Po ashtu ju faleminderoj edhe juve që na keni ftuar këtu. Patjetër faleminderit edhe ju që erdhët e na keni zbukuruar sigurisht edhe studion. Si u ndjet me atë publik të madh, sepse ka pasur publik shumë të madh. Kishit emocione, cilat ishin mbas ato emocionet që i përjetuat? Për mua, personalisht, nuk ishte problem, sepse nuk ishte era e parë që kisha dalë në skenë. Po prap disa emocione kisha pak. Sigurisht, janë ato emocionet gjithmonë. Amar, për ty? Emocione nuk kam pasur për shfaqjen që shue dhe ti, por unë do flas tani për rolin tim, Patjetër. e kam pasur në këtë shfaqje. Roli im ka qenë roli teknologjisë në këtë rast, i cili i ka mbyllur fëmijët, domethënë nga bota reale, dhe ata tash më janë të mbyllur dhe janë të destinuar të jetojnë në këtë botë të re. Po zëri së vërtetës dhe Zana, bashkë me ndihmëset, më mposhtën mua në këtë rast. Pra ti ke qenë problemi i gjithë kësaj, por që në fund je mposhtur, apo? Unë i fëmijët, po. Si u ndjeve në fund që u mposhtet? Të erdhi mirë të paktën si si në rolin e teknologjisë, por në rolin tënd që shqyr që u mposht teknologjia. Më erdhë mirë, më të drejt, më erdhë mirë. Patjetër. Ait, do na bësh pak atë monologun tënd? Do na tregosh pak? Dhe thuash hajde të dëgjojmë tash. Unë jam vetëm 7 vjeç, për e di një gjë, jeta është shumë e bukur. Kur zjohem dhe dëgjoj mamin që thon mirëmëngjesi, kur shkoj në shkollë shokët më presin me buzëqeshje, kur luaj dhe kur qesh sidomos kur ndihmoj dikë. Nuk na duhen shumë për të qenë të lumtur mjafton, një përqafim, një falënderim, një lojë me shokët pa zënka. Disa harrojnë të jetojnë, sepse gjithmonë duan më shumë.
Unë me doj se më shumë është kundan, e jo kërrumbulloni, një ditë gjithë shkaritet, por familja mbetet kujtimi me i pasërt, kështu më thot çdo gjishi, dalet e tëj me dritë, me dashuri dhe me shpirt të lirë. Bravo, sa e bukur! Bravo! Vjonca më trego pak ka sa kohë që përgatiteni për këtë shfaqje, sepse ma merr mendja që do shumë kohë për t'i mësuar sigurisht edhe tekstet pastaj, se do i pyes pastaj edhe sa ka qenë e vështirë edhe t'i mbajsh mend tekstet. Tepër është e vështirë, tepër, por kur i ndëgjon kështu, se si shprehen, me të vërtet më japin shumë zemër, më japin shumë kram, më japin shumë forcë për të bërë me të vërtet ndoshta edhe të pamundur me të gjithë këta fëmijë. Kursin e aktrimit ne bëjmë disa vite, si që thash Endriti, Hana dhe Amari janë në vitin e 4, e përfunduan faktikisht, morën edhe diploma. Aidi është në vitin e 2 dhe kështu që kemi punuar t'i thuash gjatë gjysmëvjetorit të parë në format të ndryshme se si unë duhet t'i pregadis që t'a bëjnë atë hapin e parë që të dalin në skenë edhe për disa që ishin për herë të parë këtu, që të jemi të pregatitet në këtë aspekt, por me një herë mbas muajt mars filluam intenzivisht, prova intenzive, ku fillimisht kam punuar në 2 grupe të ndara dhe mandej provat e fundit i kemi punuar bashkarisht të gjithë fëmijët, ishte me të vërtet vështirë, ku ta mbaj qetësinë në ndonjë moment kur me të vërtet lodheshin fëmijët, se nga njëherë mundohem me të vërtet me dashurit punoj, se ky profesion don shumë përkushtim dhe shumë dashuri, po nuk e bën në këtë formë, atëherë nuk mundesh të arish sukses. Nga një herë ndoshta kam qenë edhe pak e rrep me fëmijët, por besoj se ma falin, për ndryshe puna me fëmijët, ose bota e këtyre fëmijëve, kur sheh se sa mundesh ti të marrësh nga këta fëmijë, dhe se sa janë të aftë, dhe edhe pse janë shumë të vegjël, edhe pse nuk kanë lexuar aq sa duhet dhe se sa ka nevojë, siç jemi ne pak me përvojë jetësore, por kur shoh se të secili e kam me patjetër ta përcjelli secilin gjest tyre, secilin lëvizje të tyre, secilin fjalë të tyre, secilin veprim të tyre, nuk i la të thuash edhe të ecin pa ndonjë arsye në skenë, kështu që kur i sheh se sa bukur janë formuar në atë aspekt dhe se sa munden t'japin, sidomos edhe nëpërmjet imagjinatës, atëherë më gëzon ajo që me të vërtet ndoshta janë 38, por janë 38 engjëj, 38 trupa që ne funksionojmë si një shpirt aty të gjithë së bashku. Se unë vetë ndoshta e bëj atë punën time nga ana ime, por pa këta fëmijë nuk mund t'i arri as unë, po as këta pa mua. Jemi të lidhur njëri me tjetrin, kemi një empati ndaj njëri tjetrit, ja lexojmë mendimet, në disa raste bile edhe me Ndritin, me Hanën edhe Amarin, filluan edhe të më asistojnë në regji, ajo që më kënaqi edhe thash, o sa mirë, thash unë kam bërë edhe ekipën time këtu në festival, ku ajo ishte edhe kënaqësia më e madhe se me të vërtetë dim t'ja lexojmë mendimet njëri tjetrit, ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta nxjerrim në pa njëri tjetrin sa më talentin mirë. edhe sigurisht. Të 38 nxënësit janë në kursin tënd të aktrimit, apo? Pra këto janë fëmijë të cilët shoqërohen me njëri tjetrin dhe nuk e kanë pasur mbase problem që edhe të ambientohen me njëri tjetrin, apo? Ato jo vetëm që shoqërohen, jo vetëm që kënaqen me zveti, po edhe duhet ta ndihmojnë njëri tjetrin patjetër. Patjetër, sigurisht, sepse bashkëpunimi dhe ndihma duhet patjetër në çdo punë në fakt që bëhet, edhe ne këtu, sepse shpesh ndodh ajo që na shohin në televizion, por që nuk e shohin punën që bëhet, ju e shihni tash jeni prezent këtu, puna që bëhet edhe pas në pjesën e regjisë, kështu që në çdo kund ekziston ekipi dhe funksionon një ekip. Më tregoni pak sa është e vështirë për t'i mbajtur Aid edhe për ty edhe për ju, sa është e vështirë për të mbajtur mend edhe tekstet, ju mbase që keni edhe eksperiencë edhe me shfaqje të tjera, sa është e vështirë dhe a ka ndodhur ndonjëherë që ta harroni tekstin por që jeni gjendur në skenë? Majt, e ke harruar ndonjëherë tekstin? E ke harruar ndonjëherë tekstin kur ke dalë? Ke harruar çfarë thuash, çfarë folish? Jo. Jo, s'të ka ndodhur. E pash tash që e kishe mësuar kështu. Emson tekstin shpejt.
po. Bravo. Endrit, të ka ndodhur ndonjëherë ose diçka e vogël mbase që as nuk është vëretur nga publiku? Jo. Jo. Okej. E kam mësuar kështu pa problem. Pa problem. S'keni pas, nuk ka qenë shumë problem për ju që ta mësoni dhe ta harroni, le të themi. Për ta mësuar tekstin, nuk ka qenë shumë e rëndë, po edhe nëse e dim thelbin e shfaqjes, apo për çfarë flitet në shfaqje, besoj se edhe nëse bëjmë ndonjë gabim, ja dalim disi. Gjindeni, apo? Nuk duket shumë. Këto janë talentet. Probleme me tekstet në përshfaqje nuk kam pasur, po tekstet mësohen me kalimin e kohës. Kur kemi, do me thënë, prova shumë, ajo mësohesh, pa tjetër, edhe pastaj nuk ke problem, po. Hyni në rol dhe ju jeni tash ai personi që e luani rolin dhe aty jeni. Por, Vjoca, besoj se ti si 20 vite karrierë në aktrim, besoj që ndodh shpesh kjo, mund të ndodh për shembull aktorëve që të harrojnë në skenë, të ka ndodhur ndonjëherë? Normal është që të harrohet, po çdo herë kam thënë se edhe nëse harrohet, publiku nuk e din tekstin, edhe ne mundemi të gjindemi në forma të ndryshme, ta themi edhe vetvetiju diçka ose ta tejkalojmë pa e hetuar faktikisht publiku. Shumë e vërtet në fakt edhe kur kemi biseduar edhe me aktorë edhe me regjisorë dhe thonë jo, diçka nuk shkoi, ne themi si publik, jo, çdo gjë ishte shumë në rregull. Ju nuk e dini ato që ishte mbase në rregull. Ne e dimë, po kryesorja publiku nuk e di. Ajo është më rëndësi. E sheh vetëm pjesën më të mirë. Edhe e shijon sigurisht edhe pjesën më të mirë. Si ka qenë edhe reagimi i prindërve për këtë shfaqje pikërisht, edhe i prindërve të fëmijëve që kanë luajtur, por edhe mbase i prindërve në përgjithësi që e kanë parë këtë shfaqje, si e kanë pritur edhe mesazhin që jep kjo shfaqje? Unë fillimisht do dalë jashtë kësaj pyetje, desha edhe ti falenderoj ekipin realizues të Qendrës për Kulturë aty ku punoj, kolegët e mi Likën Armendin edhe djalin Jahja Nurin, të cilët me të vërtet maksimumin e dhanë për të dalë sa më bukur dhe sa më mirë shfaqja. Për ndryshe, prindërit sa kanë qenë të kënaqur. Ka treguar edhe vetë numri i publikut që s'kishte vend atë natë për t'i ulur të gjitha ata misafirë që ishin të ftuar, dhe kjo është një traditë kogje e mirë që jam munduar me të vërtet me vite ta kthejnë në qytetin tonë, që secili prind t'i kap për dorë fëmijët e tij dhe t'i sjell në teatr. T'ua tregon se ku është dera e teatrit dhe ku gjendet teatri dhe çka ka brenda në teatr dhe ta shijojnë në një formë teatrin, dhe kështu që me të vërtet ky numër i të gjithë prindërve në Gostivar dhe i fëmijëve rritet dita ditës. Dhe numri që e cekat ju ku ishte dikundi mbi 500 ndoshta, ajo është një numër kogja i madh dhe i tepër i kënaqshëm për të jo vetëm për mua, po edhe për të gjithë fëmijët. Se me të vërtet ajo është një përkrahje shumë e madhe që ata na përcjellin në çdo shfaqje, por jo vetëm mua si Vjoca, por komplet ekipin. Dhe interesimi është shumë i madh edhe nga të tjerët prindër që mandej paraqiten kur i shohin këta fëmijë se sa çfarë talenti kanë dhe se sa janë të aftë dhe se si shëndrisin si yje në skenë, mandej paraqiten për t'i regjistruar edhe fëmijët e tyre. Kjo është një gjë shumë e bukur, sepse nga dita ditës, në fakt, po jepet teatrit më shumë rëndësi që duhet t'i jepet, ne gjithmonë e themi, dhe sigurisht edhe është e bukur kur edhe fëmijët kanë interesim për aktrimin, se ka pas një periudhë që kemi pasur mungesë mbase të aktorëve, ose nuk ka pasur interesim mjaftueshëm, por që kur shohim fëmijë të cilët janë të interesuar për teatrin, është gjë shumë e bukur, sigurisht. Unë them, këto ndoshta të gjithë nuk do bëhen aktor, po disa nga këto me siguri pres që të bëhen, por pa marrë parasysh këto formohen këtu në të gjitha aspektet, e formojnë personalitetin e tyre, karakterin e tyre, e fitojnë mbi të gjitha vetbesimin, dhe kudo që këta fëmijë nesër të paraqiten nuk e kanë problem. Shumë e vërtet, sepse tashmë i kanë ato rënjet e para. Duke qenë se jemi nga fundi, unë sigurisht dua që të përshëndesim edhe të gjithë fëmijët e tjerë të cilët kanë qenë pjesëmarrës, sepse atë kishim mundësi që ti kemi kaq fëmijë të kemi këtu, ndoshta në studio nuk i kemi, po në zemër. Në zemër po patjetër, prandaj kështu që i përshëndesim të gjithë ato që kanë qenë pjesë e kësaj shfaqje, dhe prej shtatorit do të mund ta shohin me reprizat. Vjoca, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio, faleminderit që i solle edhe fëmijët, aktorët e vegjël, yjet në rritje.
që dhe treguan sigurisht edhe për eksperiencën e tyre. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese. Ju faleminderit gjithashtu. Faleminderit.